Sot është 20 vjetori i shkuarjes në amshim të atit themeltar të Republikës së Kosovës, arkitektit të pavarësisë, njeriut që i dha gjithçka Republikës sonë dhe ndërtoi vizionin për të ecur përpara edhe brezat që do të vinë pas nesh. Presidenti Rugova e bëri bashk gjithë popullin e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci, kauzë kjo që është akoma e gjallë dhe është jetësuar për shkak të sakrificës së madhe të popullit ton, luftës ton çlirimtare dhe ndërtimit të aleancave me aleatët tonë strategjik brenda familjes euroatlantike, aleanca këto që i ndërtoi presidenti Rugova me një vizion të pashoq. Vizion ky i cili edhe sot mbetet dritë udhërrëfyese për gjithë të cilin prej nesh që e dojmë Kosovën akoma më të fortë dhe e dojmë Kosovën të integruar në strukturat euroatlantike, në familjen ku Kosova dhe populli i saj e ka vendin. Nderimi për presidentin Rugova do të jetë i përjetshëm dhe vizioni i tij do të rrojë për aq kohë sa do të rrojë edhe vetë Kosova, pra përjetësisht. Ju falenderit.